Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha në bashkëbisedimin online me qytetarët ka kritikuar ashpër qeverinë për politikat e çmimeve të karburantit. Dr. Berisha tha për rritjen e çmimit të naftës se shqiptarët paguajnë rreth 1.1 euro për litër për shkak të taksave të larta fiskale. Sipas tij, miliarderët marrin për jahtet super luksoze naftën me 60 lek litri, ndërsa fermeri e paguan me 220 lek duke i çuar në falimentim edhe toka të lëna djerr. Qeveria e Edi Rams, në dallim nga çdo qeveri tjetër në Europë dhe në botë, mbajti qëndrim dhe mban qëndrim cinik ndaj rritjes së çmimit më të lartë në botë për naftën. Nafta 224 lek për litër shënoi çmimin rekord botëror. Dhe kjo jo se nafta u rrit kaq shumë për shkak të luftës në linjet mesme, por për shkak të ngarkesës më të lartë fiskale që Edi Rama ka vendosur për çdo litër naftë, për shkak të takses më të lartë që u merr qytetarëve shqiptar në çdo litër naftë prej 1.1 euro. Gjithashtu, kryetari i Partisë Demokratike kritikoi dhe politikat sociale ndaj pensionistëve, duke thënë se mbështetja aktuale është e pamjaftueshme dhe simbolike. Kjo është tallje e re për pensionistët, tha ai. Kryeministri u jep shumicës 2 kg domate shtesë mujore. Ky është një qëndrim cinik, një qëndrim i pashpirt, siç është i pashpirt dhe cinik qëndrimi ndaj pensionistëve, të cilëve ja u mbajti bonusin që duhet ja u jepte që në janar, muaj të tërë, dhe tani sfundi doli kokoçi ka trandisur në thel, u jep 8 euro për shumicën dhe për një pjesë të vogël të tyre shtesa është gjithsej 18 euro, pra u jep shumicë dërmuese të pensionistëve 2 kg domate në shtesë mujore. Ky është një tallje e re për pensionistët, është një tallje të cilën e bëjnë ata që nuk kanë më ndjeja, shpirt, zemër njeriu, por shohin vetëm pasurimin e tyre.